A e kuptoni ju se çka ka ndodhur në Shqipëri këto ditë dhe askush nuk po flet sepse është një nga ato lajme që kur ti e lexon të duket i pavërtet. Një nga njerëzit më të fuqishëm botës, i cili ka drejtuar me miliona njerëz, sot ka zgjedhur të bëhet shqiptar. Në fakt ishte një nga ato lajmet që mbasi e lexon nuk të duket e vërtet, por kur pash dekretin e presidentit, thash që ky lajm është i vërtet. Ja t'ju tregoj disa sekonda, busin e kantautorit parë shqiptar, Francesc Radi, që me thënë drejtën jep një bukuri shumë të mirë liçenit ton artificial, por po ju thoja që ish kryebashkiaku i New Yorkut, Eric Adams, ka zgjedhur të bëhet shqiptar. Dihet shumë mirë që tu në Shqipëri nuk është se vlerësojmë shumë Shqipërinë, ka shumë njerëz që duan t'ja mbathin me të katra për t'ikur jashtë i vendi, por kur shef lajme të tilla që një person kaq i rëndësishëm në jetën politike të vendit më të madh të botës zgjedh bëhet shqiptar, ti futesh në mendime dhe thua për çfarë arsye ky ka marrë pasaportë shqiptare. Sepse dihet që kur ke një pasaportë shumë të fortë si ajo amerikane, ku futesh në të gjitha shtetet e botës, nuk dihet arsye se pse ti zgjedh bëhesh shqiptar.